أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. E falenderojmë dhe madhrojmë se çdo herë Allahun e lartësuam, atë falenderojmë, atë madhrojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë, falje dhe rahmet kërkojmë. Paqja dhe mëshira e Allahut bashkë me selamet tona, lutjet, selavatet tona qofshin për zotëriun ton, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, zotëriun e të parëve dhe të mramëve, për familjen e tij, shokët e tij dhe për gjithë muslimanët gjallës e të vdekun dhe për ata që do vinë pas nesh deri në kiamet. Në takimin e kaluam folëm pak për Imam Neveviun. I tham disa fjalë shkurtimisht për biografinë e tij, edhe i treguam arsyet pse kemi zgjedhur që ta komentojmë ose ta shpjegojmë një libër të Imam Neveviut, dhe i tham arsyen pse kemi zgjedhur bash Riyadus Salihin, kopshtin e të mirëve. E lexonëm edhe parathonjen që i pat veç 2 faqe në pika të shkurta, edhe me cilën me njëherë e pam nivelin e lartë të dijes që Allahu ja ka dhënë Imam Neveviut. Në takimin e sotëm kemi me nis kapitullin e parë të këtij libri, ku kemi me lexu hadithet, edhe pastaj kemi me shpjegu, edhe me përkthy dhe me komentu me atë që na mundson Allahu i lartësuar. Kapitulli i parë që e nis Imam Neveviu librin e tij me të është babul ikhlas wa ihsaru niyya fi jami'il a'mali wal af'ali wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah. Që do thot kapitulli i sinqeritetit dhe i pranisë së njetit në të gjitha veprat, fjalët dhe gjendjet të dukshme dhe të fshehta. Sa për informim, libra në fjalë ka shumë pak fjalë të Imam Neveviut. Të vetmet fjalë të imamit është parathania, ndarja e kapitujve, edhe në fund një paragraf me cilën e përmbyll librin. Edhe kjo është madhështore. Kjo tregon që Imam Neveviu ka fol këtë shumë pak fjalë të tij. Gjitha fjalët i ka fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga titulli i kapitullit mujna me kuptu pra po themi nivelin e ditorisë së tij. Shikoj me sa urtësi e nis librin e tij. E nis librin me gjën kryesore, pa cilën njeriu kur nuk mundet mu arrit mu bë i devotshëm, pa cilën njeriu kur nuk mundet me mësy rrugës së xhenetit, madje pa sinqeritet njeriu nuk mundet as me ndëgju aromën e xhenetit. Andaj Imam Neveviu e nis librin e tij me këtë tematikë. Hadithin e parë që përmend imami është hadithi që transmeton Omeri radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Që në gjuhën shqipe do të thotë, veprat janë sipas qëllimit, dhe gjithë secilit i takon ajo që ka për qëllim. Ai që shpërngulet për hir të Allahut dhe të dërguarit të tij, shpërngulja e tij është për Allahun dhe për të dërguarin e tij. Ndërsa ai që shpërngulet për dunjan, që të fitoj diç prej saj, ose për ndonjë grua që të martohet me të, shpërngulja thotë është për atë që e ka patur për qëllim. Pra, rruga e të devotshmëve edhe kopshti i të devotshmëve fillimisht do të filloj prej njetit. Fillimisht na do të me përmirësu njetin ton, nëse duam që të jemi prej atyre të mirëve. Allahu të nderuar vëllezër ka vendosur në mënyrë të prerë që mos të pranoj asnjë vepër që nuk është e sinqertë veç për hir të fytyrës së tij. Njerëzit punojnë shumë këtë botë, edhe për muslimanëve, edhe për jo muslimanëve. Mirë po Allahu nuk e pranon atë vepër vetëse atë që ka qenë e sinqertë për hir të Allahut të lartësuar.
Hijreti që pejgamberi sa na përmend në hadith është njëra prej punëve më madhore. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam së bashku me sahabët e shokët e tij i kishin braktisë shtëpitë e tyre. Ishin ikë fshehur azi. I kishin lanë familjen e tyre. Pasuninë e tyre i kishin lanë Mekë. Edhe kishin marrë një udhëtim prej 450 kilometrave në përshkret të tirë. Mirë po edhe këtyne po del pejgamberi sa po i thot, o burra, që se keni ba që ta për Allah, nuk keni me u shpërbly për ta. Nëse që të hijret, nuk e keni ba për hir të Zotit, nuk keni me gjetë kur gjë për kësaj në ditën e Kiametit. Për me kuptu ma mirë hadithin, kemi me përmen arsyem se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmen këto fjalë. E që arsyeja është në mesin e sahabëve ose muhaxhirëve që kanë bërë hijret, kishte qenë edhe një djalë i ri. Ky djalë i ri po bën hijret së bashku me sahabët. Mirë po, ky kishte bërë hijret për një qëllim tjetër. E kishte dashur një vajzë, edhe ajo me familjen e saj ishin larguar në Medinë. Ky si kusht për me qenë bashkë me të, ajo kishte thonë do të më ardh çati ku po shkojmë edhe na. Edhe ky hiç pa u mendu dy herë, jam synë rrugës. Edhe shkon në Medinë dhe përhapet të lajmi se ky pas ka bë hijret. Mirë po nuk e ka bë këtë hijretën që e kanë bë sahabët. Kur i arrin lajmi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai nuk mundet me lanë këtë rast paraku. Mirë po shikoje urtësinë e reagimit të tij. As nuk ju ka përmend emrin, as nuk ju ka drejtu atij, mirë po ka folë në mënyrë të përgjithshme. Dhe subhanallah, as na nuk e di me emrin e atij djaloshit të ri. Kjo tregon edhe kujdesin e madh sahabëve që mos më ia zbulu tmetat njëri tjetrit. Sikur se kjo përmend edhe për luftën e Uhudit. Pejgamberi sa në luftën e Uhudit 50 shigjetar i ka vendosur në kodër. Edhe i ka thonë ju nuk guxoni me lëviz për kësaj kodre, edhe nëse i shihni shpez duke i ngrënë kokat tona. Nuk guxoni me lëviz për këtyshit, edhe nëse fitum, edhe nëse hupëm. Detyra ju është me nejnë qëtë kodër. Mirë, kur kanë fillu muslimanët me fitu, edhe ka fillu lufta, fronti luftës më ushty në drejtim të mushrikëve, ka fillu më u dëgju një thirrje el ghanime tul ghanime. Hajdeni se po dahet plaçka luftës. E janë se po dahet plaçka luftës, edhe kanë fillu shigjetarët me lëshu kodrën. Thuhet për 50, do thuhet kanë mbet 3, thuhet kanë mbet 5, për ndrysh të gjithë ata që kanë qenë kodër, kanë gabu edhe kanë lëshu vendin që pejgamberi sa mi tha, nuk keni të drejtë për me lëshu, edhe sikur se e dini, Halid ibn Walidi me grupën e tij sillet rreth kodre edhe i zë musliman në mes, edhe i mbysin 70 sahabë. Njëri prej tyre edhe Hamzën, xhaxhain e pejgamberit alayhis salam, edhe pejgamberi sa gati sa vritet. Mirë po kur ju kthy në shtëpiat e tyre, ai një të bindën që asnjë nuk i ka përmend kush kanë qenë ata 50 sahabë. Asnjë nuk i ka përmend emrin e atyre që kanë lëshu edhe kanë thy urdhën e pejgamberit alayhis salam. Kjo tregon për një mesë sikur se ata që ka thënë pejgamberi alayhis salam, khairul quruni qarni, më e mira gjenerat është gjenerata ime. Më i miri brez është brezi jam, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prej sinqeritetit pejgamberit alayhis salam, po del hutbë dhe po thot, o ju njerëz, në mesin e ju nëse ka dikush që ka bë hijret për një gruë që të martohet me ta, ai e ka arrit shpërblimin e tij edhe nuk ka shpërblim ditën e Kiametit. Mirë po, prej sinqeritetit të tij edhe prej mësimeve që Allah ka mësuar, nuk ja ka përmend emrin e tij. Mirë po ka thonë këshillën në mënyrë të përgjithshme. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po nis hadithin innamal a'malu binniyat. Me të vërtetë veprat do të vlerësohen vetë sipas niyetit. Dhe gjithë secillit për juve i takon ajo që ka për qëllim. Pra qëllimi, niyeti, qenë ka shumë madhore, kanë thënë dietarët, se sa vetë vepra. Niyeti besimtarit është shumë i madh se sa ameli dhe puna e tij. Edhe në namaz, edhe në agjërim, edhe në haxh, edhe në krejt ibadetet e tjera, rëndësia është tek niyeti.
Andaj pejgamberi alayhis salam po na tregon shumë mirë se në ditën e Kiametit ajo punë që nuk ka qenë për Allah, nuk i vjen në rend hiç me umbat në peshore. Në mizan nuk del ajo punë. Në mizan ka mumat veç puna që ka qenë për hir të Allahut të lartësuar. Ky është kushti i parë për cilën pranohen veprat, edhe kushti i dytë është që çajo vepër, pra me qenë sinqerisht për hir të Zotit, edhe e dyta me kanë sipas mësimeve të pejgamberit alayhis salam. Që ata në një hadith tjetër pejgamberi sa që transmeton Aisha, e që prap Imam Neveviu na transmeton në 40 hadithet e Imam Neveviut, jo në Riyadus Salihin, thot pejgamberi alayhis salam: "Men amila amilan laysa alayhi amruna fa huwa raddun." Ai që e bën një punë e që nuk është sipas çështjes tonë, sipas asaj që na kena mësu, ajo i refuzohet. Pra, dy kushte janë për mu pranu vepra. E para me qenë njet i pastër për hir të Zotit, edhe dyta me qenë sipas asaj që na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhis salam shumë i ka folë sahabëve për njetin, edhe i ka kushtuar në mësi të madhe që besimtari me pat njetin e pastër për Zotin. Njëna prej haditheve që më bani shumë përshtypje është hadithe që transmeton Dahak ibn Qais, që është prej sahabive të vonshëm ose të vegjël, që ka zëtet pejgamberi alayhis salam vetëm në vegjëli kur ka qenë Dahaku, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna Allah ta'ala yaqul ana khayru sharik." Thot pejgamberi alayhis salam se Allahu i lartësuar ka thënë: "Un jam ortaku më i mirë." Un jam ortaku më i mirë, do të thonë unë jam ortak që nuk kam nevojë për ortak tjetër. Unë jam ai për cilën bëhen punë, njëti bëhet për mua. Nuk kam nevojë për një ortak tjetër, se unë jam më i miri. Vazhdon Allahu dhe thot: "Men ashraka bi fa huwa li shariki." Ai që unë përzin në njet me dikën tjetër, punën ja la ortakut tim. Nëse një besimtar bash njet me Zotin, e përzin edhe dikën tjetër, e përzin edhe diçka tjetër, thot Allahu çajo punë unë ja la ortakut tim. Vazhdon pejgamberi alayhis salam dhe thot: "Ya ayyuhan nas." Tash pejgamberi son po fol për fjalëve të tij: "O ju njerëz." Për me tërhiq vëmendje po tregon që tema nuk është bashkë thjesht. "Ya ayyuhan nas, akhlisu a'malakum lillah." Kur të punoni me niyet të pastër për Allahun. "Fa inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma khalas." Allahu nuk pranon prej veprave vetëm se atë që është e sinqert. Thot pejgamberi alayhis salam: "Wa la taqulu hadha lillahi wa lirrahim, fa innahu lirrahim." Thot mos thoni kur të bëni ndaj të mirë, kjo është për hir të Allahut dhe për hir të lidhjeve farefisnore, se ajo jetë për lidhje farefisnore. "Wa la taqulu hadha lillahi wa li wujuhikum, fa hiya li wujuhikum." Mos thoni që të punë për bëj për hir të Zotit edhe për hir tuajin, se ajo jetë për hir tuajin. Edhe në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Wa laysa lillahi fihi shay." E në këtë punë që përzihet Zoti me dikën, Allahut nuk i takon kur gjë në atë punë. Allahut nuk i takon kur gjë pe asaj ibadeti pe ati adhurimi. Dietarët kanë dhënë definicione të ndryshme se çka është ky sinqeriteti, që ky njeti i pastër, e që ai më i gjithë përmbledhur i thot: "El ikhlasu sidqu niyya me Allah." Sinqeritet është njetin me pa të pastër me Allah. Pra njeti është diçka që është mes teje edhe mes Zotit. Le të jetë i pastër. Në të mos e përzi kërkën tjetër përveç Allahut. Ose, sikur se thot njëri prej dietarëve, thot sinqeriteti është sekret midis robit edhe njeriu. As nuk e din meleku që ta shkruaj, as nuk e din shejtani që ta dëmtoj. Pra ky thot sinqeriteti është shumë më i thellë, saqë edhe meleku që e ke në krahun tënd nuk e din a është tërësisht për hir të Zotit apo jo. Tash në këtë gjendje i sheh disa njerëz që domethënë njeriu pas ka probleme ditë për jetën e vet, fatkeqësisht jemi të sprovuar me disa njerëz që folin për jetën e tjerëve. Njeriu pas ka zër me ditë jetën e vet, a ka për Allah. Në kohën e sotit jemi sprovuar me disa njerëz
që shumë kollaj folin edhe për një jetën e të tjerëve. E këta na kujton një thënie të Sufjan Thaurit, i cili thot, jam privu 4 muaj prej namazit të natës. Për çka po i thonë o imam? Thot, kam qenë në namaz, e njani thot që ka qenë afër meje çajke. Edhe thash vetë me vete, kë se ka për Allah. Kë nuk e të e ba për hir të Zotit. Thot, 4 muaj më ka privu Allahu prej namazit të natës. Pse se nuk është kompetencë jotja me ditë jetën e tjerëve, se ti ki e zërë me ditë edhe jetën tënë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, o ju njerëz, puna më madhore që keni bë hijreti, duhet me qenë për Allahun dhe të dërguarin e tij. Nëse nuk është për Allahun dhe për të dërguarin e tij, nuk keni shpërblim në ta. A ka punë më madhore se sa hijreti? E që këtu kemi pak problem edhe në definicionin e hijretit. Fatkeqësisht sot hijreti po na prezantohet vetë si shpërngulje. E që është gabim. Hijreti është shpërngulje prej një vend në të cilën nuk ki mundësi me i kry urdhrat e Zotit, drejt një vendi në të cilën ti jepet kjo mundësi. Hijreti është cilësi edhe pejgamberëve. Ibrahim a.s. ka bë hijret. Luti a.s. ka bë hijret. Pejgamberët e hershëm, këtë kanë bë hijret. Mirë po kanë bë hijret prej një vendi në të cilën nuk kanë pat mundësi me adhuru Zotin lirshëm, drejt një vendi të cilën ju ka dhënë kjo mundësi, edhe ju ka dhënë mundësia davetit. Sot, fatkeqësisht, punime edhe prej hoxhallarëve që hijret i thuhet edhe emigrimit për çështje të dunjas. Edhe hijret kemi një duke i thënë edhe shpërnguljes drejt perëndimit, e që është komplet gabim. Madje njëri prej tyre u argumentoi njëherë me një thënie të Selman el Farisiut, kur i ka shkruar Ebu Dherri, edhe i ka thënë hajde në tokën e bekume, në tokën e Shamit. Se thot këtu jem të jetuon, hajde se kjo tokë e bekume, ai i ka shkruar Selman el Farisiu, ka thënë el ardu la tuqaddisu ahadan. Toka se shenjtron asnjë njeri. Thot tutju Allahut, friksoje Allahut dhe vdes ku të duash. Mirë po kjo ku të duash e ka qëllimin në vendin Islam. Kjo e ka qëllimin me një vend, nuk ka dallim toka për toke mrena 2 vendeve islame. Mirë po me ma krahasu vendin, ku thirret ezani 5 herë në ditë, me një vend që do të me shku edhe me i ndëgju, atje tingëllimat edhe do të me i ndëgju atje kisha duke rrim mbi koka tona, kjo nuk është as pak e udhës, dhe as më pak nuk është kuptueshmëri e fesë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i mëson sahabët se hijret është më u shpërngul për hir të Zotit, edhe më u shpërngul drejt një vendi ku mundesh me adhuru Allahun lirshëm. Pra, hijreti nuk pranohet vetëm nëse është për Allahun. E nëse dikush e kryen atë pra, për çfarë do qëllimi tjetër, shpërblimin e ka kryer në këtë botë. Andaj thot njëri prej dietarëve, bën ju një selam atyre që punojnë për shtyje fatësi edhe thoni mos u lodhni. Ata që punojnë për dikën tjetër përveç Allahut, realisht janë veç duke u lodhur. Andaj thot ky dietar, bën një selam edhe thoni mos u lodhni se shpërblimin nuk keni me gjetë në ditën e Kiametit. Hadithi i dytë që na përmend Imam Neveviu, që prapë është në kapitullit të sinqeritetit, është hadithi që e transmeton Aisha radhiyallahu anha. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, yaghzu jayshun al-Ka'ba, fa idha kanu bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prej shenjave të Kiametit është një ushtri ka me sulmu Qabën. Një ushtri ka me shku me shkatru Qabën. Dhe kur të janë në një tokë të gjerë mes Mekës dhe Medinës, ka me i përbi toka, prej të parit deri tek i fundit i tyre. Aisha e ka një pyetje mjaft interesante. Thot ja Rasulullah, thot qysh ka me i përbi toka kur në mesin e tyre ka edhe asit që kanë qenë duke shit edhe duke blenë. Mesin e tyre ka me pat edhe asit njerëz që nuk kanë qenë duke luftu, nuk kanë qenë për me shkatru Qabën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim
thumma yub'athuna ala niyatihim. Thot kur të vjen dënimi i Allahut, ka me përfshi të gjithë ata, të parin edhe të fundin. Ama në ditën e Kiametit kanë me u ringjall gjithë secili sipas niyetit të tij. Lidhja që Imam Nevevi e bën mes dy haditheve është madhështore. Pra në fillim na përmendi rëndësinë e niyetit se as hijreti nuk pranohet pa niyet. Hadithi i dytë na tregon se edhe ringjallja përpara Zotit ka me ndodh qysh e ke pat niyetin. Qysh e ke pat qëllimin. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se njeriu këtë botë kur t'i vije dënimi i Allahut një vendi ose një grupi mundet mos me da as të mirën edhe as të keqen. Andaj edhe ajeti thot: "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa." Dhe friksojuni asaj fitneje, atij dënimi, që nuk ka me i godit vetëm ata që kanë bërë keq, po kur të vije dënimi i Allahut i përfshin krejt në këtë botë. Mirë po në ditën e Kiametit, po thot pejgamberi alayhis salam, dallojnë varësisht niyetit të tyre. Kjo do të më na dhënë në mësim të nderuar vllazën që mos me nejt bashkë me gjithkon. Do të më pa njeriu kujdes me kënd rrin. Ku rrin? Cillin vend gjendet? Mos rri vetëm se me atë njeri me cilën ki qef më ringjall. Mos rri vetëm se me atë njeri me cilën ki qef më ringjall. Për shkak që mundet me vdek, edhe masanej ka zonë vdekja në një grup të atill, edhe ringjallja ndodh bashkë me ta ditën e Kiametit. E pejgamberi Allahu i lartësuar thot për disa njerëz, thot: "Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani takhadhtu ma'a ar-rasuli sabila." Edhe adet njeriu ringjallën ditën e Kiametit duke i kafshu duart e tij. Pe sikletit, edhe prej vështirësisë që i shen ditën e Kiametit, fillon e i kafshën gishtat e tij. Edhe thot: "Mirë për mua të kisha ndjek rrugën e të dërguarit. Ja waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila." A det njeriu thot: "Mirë për mua shkatrimi jam, filanin mos të kisha bë mik. Laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani." Që kë ma ka largu për kujtimin maksimum ka ardhur. Wa kana ash-shaytanu lil insani khadhula. Dhe në shejtani njeriu e tradhton shumë lehtë. Shejtani njeriu e tradhton, e shtyn me shku në zjarrin e xhenemit. Ky shejtani nuk do të thonë patjetër me kanë shejtani pe xheneve. Këmnët me kanë edhe shejtan njeri. Shumë kollaj e tradhton njeriu. E merr edhe dërgon në zjarr të xhenemit hiç pa u lodh. Pse? Se ka nejt me ata që nuk ka qenë i kënaqur që mu ringjall me ta në ditën e Kiametit. Andaj prap Allahu në Kur'an thot për një grup të tjerë njerëzve thot: "Qalu wa hum fiha yahtasimun tallahi in kunna la fi dalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin." Thot edhe pasi që hyn xhenem një grup e njerëzve po i thej kanë disa fjalë mjaft interesante. Ata i drejtohen janë tjetrit duke u shtyrë edhe i thonë: "Tallahi in kunna la fi dalalin mubin." Pasha Allahun, na kishim kanë në një gjendje të humbur kur juve ju kemi barazu me Allahun, Zotin e botrave. Edhe në këtë moment kur ata janë duke u shtymë njëri tjetrin, besimtarë që janë në xhenet po e pyet kanë Zotin, po i thonë: "O Allah, mesin ton nuk është filani edhe filani." Thot ata kanë qenë për vëllezërve tonë besimtarë, thot nuk qenë kanë mesin tonë, nuk po i shohim xhenet. Allahu thot shkoni edhe ndërmjetësoni për banorët e zjarrit për këndo që në zemrën e tij ka veç një grimë ciman. Edhe shkojnë banorët e xhenetit, ndërmjetësojnë për shokët e tyre, për ata që kanë qenë të rrethuar me ta, edhe ndërmjetësojnë për ta, për ata që ka iman. Atëherë pa besimtarët, edhe njerëz që nuk kanë pasur shokë të mirë, vetë sa i shtohet kjo mërzia edhe më shumë. Pse? Se ajeti në vijim thot: "Wa ma adallana illa al-mujrimun, fama lana min shafi'in, wala sadiqin hamim." Thojnë medet, për neve nuk ka dost që ndërmjetëson sot. Të kishëm patë edhe na një qësi shoqërie që po ndërmjetësoj, ka thot dosi për dosin. Medet mirë për neve, të kishëm patë edhe na një shok, na është edhe na sot ishëm dalë prej zjarrit të xhenemit.
Andaj, ka thonë dietar, njeriu duhet me pas shumë kujdes me ata që rrin. Këta ka përmend dietarët të Ashabul Kahf, të banorët e shpellës ose të banorët që Allah na i përmend në surën Kahf. Ata Allahu kur i përmend në Kur'an, zbashku me ta Allahu ju nderoft, Allahu përmend edhe qenin e tyre. Edhe qenin e tyre përmend Allahu me ta. Pse Allahu me përmend qenin kur ai as nuk ka bota vet, as nuk ka po ndonjë funksioni. Mirë po, arsyeja shumë e thjeshtë. Ka nejt me banorët e shpellës, Allahu nuk e ka nda as për mugjizës, kur i ka ringjall, Allahu ka ringjall edhe qenin. E nuk i ka nda Allahu as për përmendjes në Kur'an. Thot Allahu, wa yakuluna thalathatun rabi'un kalbuhum. Ata thuhet kanë qenë 3 veta, i 4 i tyre qeni tyre. E përmendi Allahu veç haku i shoqërisë. Andaj besimtari shumë duhet me pat kujdes se me kënd shoqërohet, edhe shumë duhet me pat kujdes se çfarë rrethi të tij ka. Këta pe këtij hadithi mundna me nxjerrë edhe mësime që ndodh që 2 njerëz e bajnë të njëjtën vepër, mirë po dallimi i tyre është shumë i madh. Këta njerëz që kanë qenë në ushtri, duke shku me shkatru qabën, po thot pejgamberi sa këta në këtë botë vdekja i zën për më një herë, a më ditë kiametit ka me ndryshu gjendja tyre varësisht njëtit. Mirë, 2 njerëz po moj kanë me bë të njëjtën punë. Mirë po dallimi mes tyre është sikur se dallimi mes lindjes dhe perëndimit. Shembull, 2 e falin namazin pas të njëjtit imam. Jenë krah për krah. Lëvizjet i kryejnë të barabarta. Kohën që e kalojnë në namaz është të barabartë. Mirë po, njënit për tyre i pranohet namazi, edhe bëhet shkak që më përmend emri në qiell, ndërsa Allahu na rut njënit për tyre, namazi nuk i ngritet më lart se veshët e tij. Kush e bani këtë dallim? Njëti. Këtë dallim e bani zemra, këtë dallim e bani ana e brendshme besimtarit. Hadithi 3 që na përmend Imami për këtë temë është hadithi që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e që prap na transmeton Aisha, thot la hijrata ba'da al-fath, walakin jihadun wa niyyah, wa idha stunfirtum fanfiru. Thot pejgamberi alaihi salam, nuk ka hijret pas çlirimit. Qëllimi është nuk ka hijret pas çlirimit të Mekës. Thot mirë po ka xhihad dhe niyet. E kur t'ju thuhet dilni për luftë, atëherë përgjigjeni imamit dhe dilni. Hadithi ka të bëjë me banorët e Mekës, masi që u shiru Mekja. Mekja u shiru në vitin e 8 Hijri. Pejgamberi sa tash masi po shirohet Mekja, po i thot sahabëve tash Mekja është shtet islam. Nuk mundesh tash me thonë po shkoj pe Mekës në Medinë për hijret. Për shkak që tash edhe këtë është shtet islam. Kjo veç na forcon që ato që thamë fillim se hijreti bëhet prej një vendit në cilin ka kufër edhe ka gjunahe, deri një vendin në cilin nuk ka kufër dhe nuk ka gjunahe. E pejgamberi sa tash pasi që po shiron Mekën, po thot tashmë nuk ka hijret për banorët e Mekës. Se tash edhe kjo është bë pjesë e shtetit islam. Ama derën nuk po jam sheli këtë pejgamberi sa. Dyrtë se vape bikini çel hala. Walakin jihadun wa niyyah. Mirë po e keni të hapur derën e xhihadit. Xhihadit, luftës në rrugt të Zotit, ose edhe dhënje smund në çfarë do forme për të përhapur fjala e Zotit, ose që fjala e Zotit jetë më e larta. Edhe dyta që po na intereson neve, wa niyyah. Edhe keni hapur derën e njetit. Nëse jo, sinqerisht, e keni pa njet me dal në hijret, edhe nuk keni mujt, mos u bëni marak, se shpërblimin e keni të njëjtin inshallah. Njëjtin, thot pejgamberi sa nëse keni pa sinqerisht ama, për me bë hijret, mos u bëni marak, se sevapin keni me gjetë tek Allahu në bazë të njëjtit tuaj. Se tek e fundi çka është hijreti? Hijreti është me u largu prej gjunave. Thot pejgamberi al-Islam në hadithin e saktë, el muslimu men salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslimani vërtet është ai musliman prej gjuhës dhe dorës së të cilët janë të ruajtur të tjerët. Wal muhajir man hajara ma naha Allahu anhu.
Dërsa muhaxhir është ai që bën hijret, largohet prej asaj që Allahu ja ka bërë haram. Pra nëse jo largoheni prej harameve, në çato rrethana të cilat jeni, me niyet të hijretit, thot pejgamberi alayhis salam, derën e keni të hapur edhe për sevapin e hijretit. Mirë po, këtë do të më kanë të sinqert. Shikoj sahabët kur e kanë bërë hijretin. Pejgamberi alayhis salam kur e ka urdhëruar Allahu për hijret, fillimisht i ka urdhëruar këtë sahabë mu largu prej Mekës, në fund u largu pejgamberi alayhis salam me Ebu Bekrin. Kur shkon pejgamberi sa te Ebu Bekri, që hadithin e transmeton Aisha, i thot Ebu Bekrit, o Ebu Bekr, Allahu më ka urdhëruar për hijret. Atëherë Ebu Bekri e ka vesh një pyetje për pejgamberin alayhis salam. I thot, "Es-suhbatu ya Rasulullah." A thu, a ka më mësu Allahu mu me të bashkë shoqëri në hijret, o i dërguari i Allah. Es-suhbatu ya Rasulullah, shoqërimin tënd po e lypi në këtë rrugtim, o i dërguari i Allahut. Atëherë pejgamberi alayhis salam i thot, po, unë të së bashku kemi me bë hijretin. Thot Aisha, sa Aisha ka qenë e vogël atëherë, thot për herë të parë aty e kam kuptuar se njeriu po më i ka me çajt edhe për gëzimit. Kur e kum pasur te Ebu Bekrin duke çajt, a mundi me paramendu për çka ka çajt ai sahabi i bekun. Ka çajt pse Allahu po ja mundson me marr udhtimin më të rrezikshëm të jetës tij. Në një udhtim që krejt fisët kurejshite kanë qenë duke e lyp kokën e pejgamberit alayhis salam në këmbim të 100 deveve. Ai po çon po thot elhamdulillah që Allahu po ma mundson marr me ty, o i dërguari i Allahut. E kur shkojnë në shpellat, janë shpellën Thaur dhe pejgamberi sa mbien me pushu, edhe vendos kokën e tij në prehrin e Ebu Bekrit. Ebu Bekri e sheh se në shpellë është një gjarpër. Edhe e sheh se ai po don me dalë për foles edhe për strufullogët të tij. Atëherë, për mos më aprish zhumin pejgamberit alayhis salam, edhe për frikës se po dëmton pejgamberin alayhis salam, e merr këmbën e tij edhe e vendos në gropën e gjarpërit. Sa që pe kafshimeve që transmetojnë thotë gjarpër apo akrep, kanë filluar me rrjedh lotët e tij. Kjo është sakrifica e madhe e hijretit. Kjo është ajo që pejgamberi sa po thotë, veç mundi me paranu, edhe që të punë, nëse se keni bë për Allah, është e kot. Edhe këtë punë, nëse nuk e keni bë sinqerisht për hir të Zotit, ajo është e kot. Andaj edhe na, nëse në jetën tonë ama sinqerisht e kemi kryerjen e hijretit, duhet me pas parasysh të largohemi prej asaj që Allah na ka bë haram, dhe këto ta bëjmë vetëm për hir të Zotit, nëse dojmë që Allahu më na shpërbly për të në ditën e Kiametit. Shikoj Ibrahimin alayhis salam. Ibrahim alayhis salam ka qenë Khalilur Rahman, dosti edhe miku i afërt i Allahut. Ai edhe kur u kanë i ri, edhe kur u kanë burr, po edhe kur u plak, ka thënë Allahun e du mas shumti. Ka thënë Allahun e du mas shumti. Janë ato ajete të shumta që shkaku i kohës nuk po i përmendëm, që ka thënë ai është Allahu që më jep mua me hangër, më jep mua me pi. Ai është Allahu që kur të sëmurëm, ai më shëron. Edhe ka fol fjalë të ëmbla për Allahun çdo herë. Mirë po, Allahu po i thot ka dalë pak, se ka marrë koha që kemi i provu këtë fjalë. Kemi këshyr, a je sa i sinqert në këtë fjalë. A erdhi koha dhe kësaj i erdhi koha. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk. Dhe kur ju rrit tha djali, edhe u bë sa për të ndihmu, tha o djalim, në ëndër po të shoh se po të prej kurban. Tash ka ardhur koha e vërtetimit. Tash ka ardhur koha që çdo fjalë të ëmbla që i ke thonë gjatë të jetës tënde, ka ardhur koha me këshyr sa po i vendos në praktik. Apo je në gjendje këtë djalin tënd që Allahu ta ka dhënë në pleqëri, e që ti e ki në prehnin tënd, me e marr edhe me vendos thikën në fytin e tij. Edhe dhe sa jo dini që pasën e Ibrahimi e ka lënë edhe këtë sprovë, edhe këtë vjen koha që Allahu teston edhe ty edhe mu. Këtë fjalët e tona që i kemi ti shumë kanë me hijret për pejgamberin alayhis salam, edhe na me udhtu bashkë me ta. Mirë, ka marrë koha që Allahu këtë fjalët e tona na i lip në praktik. Sa jemi të sinqert në ato pretendimet tona, vjen koha që
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se njeriu ka mundësi me arrit hijretin edhe hiç pa bërë hijret me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në hadithin e saktë pejgamberi alayhis salam el ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Thot pejgamberi alayhis salam adhurimi në një kohë fitnë, në një kohë trazira, në një kohë ku njerëzit haraj i bën edhe vrasjeve të shumta. Tash në këtë kohë më ju shmang këty në farfitnet edhe mu vetmu për adhurim, thot ka hijratin ilayya. Është njëjtë sikur se me bë hijret drejt meje. Është njëjtë sikur se më shpërngul drejt meje. Krejt për fund hijretin ton ta bëjmë vetëm për hir të Allahut. Krejt për fund largimin prej mëkateve ta bëjmë vetëm për hir të Zotit, nëse dojmë që Allahu na shpërbly në ditën e Kiametit. Imami na i sjell disa hadithe lidhur me temën, po që ato inshallah kemi me lanë në takimin ton të ardhshëm. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.